Atëherë, zoti Meksi, ju keni bërë disa deklarata të forta publike për atë që prej kohësh po ndodh në Partinë Demokratike në prag të zgjedhjeve për kreun e saj. Si po të duket loja që po ndjek Berisha? Shiko, unë të deklarata nuk është se kam thënë tje për herë të parë, por është një situatë që ka vazhduar prej vitesh. Që kuptojnë, unë në 2021 kam shkuar në gjykatë në atë kohë për zgjedhjet që do bëshin për Lult Bashën mbas humbjes të zgjedhjeve, pra që vetë Lult Basha përsëri si kryetari i PD-s për ta pezulluar. Nuk arritën të ta pezullohen në gjykatë, pavarësisht se gjyqi vazhdoi më të puthit, por pezullimin nuk u bë. Do kanë në vite me radhë që manipulojnë zgjedhjet në forma të ndryshme. Kryesori është e listave. Pra, ka një listë fiktive me 120.000 anëtarë që përdoret her pas here për të mbushur votat sipas dëshirës. Edhe në fundit që kam qenë në komisionin e brendshëm zgjedhor të PD-s, pra aty ku ishte kryetar Albana Vokshi e tjerë me radhë, në komisionin kryesor, po themi në KQZ-n e PD-s, nuk lejuan as të hapja kutit. Pra nxorën proces verbalet, u gjetën shkelje të tilla. Kuptojmë, për janë ndërzuar 1000 fletë votimi tani 1500 vota. Shkelje abuzive të trasha, mund të them. Sepse nuk ka kush të kontrollojë, nuk ka kush të kundërshtojë. Kjo është një situatë shumë e keqe jo vetëm për PD-n, por për gjithë Shqipërinë. Sa që po i mungon Shqipërisë sot për të redzuar këtë qeveri të kalbur, të korruptuar, që ne përçojmë ditë për ditë që vetëm po e çon më keq vendin, është një opozitë. Dhe opozita sot është bllokuar prej disa individëve për interesat e tyre personale apo ambiciet e tyre personale. Përjashtojnë çdo kënd që është me mendim ndryshe, nuk lejojnë kur mendimin ndryshe, shkelin statutin e tyre, dhe gjatë këtyre zgjedhjeve, po flas në përgjithësi po vlen edhe për këto zgjedhje, por shkelin statutin të kuptojmë, statuti është kushtetuta e PD-s. Pra nëse po të jesh qeveria, unë nuk kam pikë në dyshim që ti do shkelësh kushtetutën njësoj si Edi Rama. Sot ke kaq mundësi dhe kaq bë. Nuk ka asnjë ndryshim nga Edi Rama këtë lloj konteksti, pra për të manipuluar dhe vjedhur zgjedhjet janë po njësoj. Kemi pasur kandidaturën e Evi Kokalarit, Alesia Bamit edhe pritet edhe Saliani. A i druhet Berisha kandidatëve të tjerë dhe nëse po, kujt prej tyre më së shumti? Shikon, në këtë moment nuk i duhet askujt, sepse ka komisionin vet, votat vet, fletët votimit vet, të gjitha vet. Pra sido që të dalin rezultati do shkruhet nga këta. Unë këtë kam parë me sytë e mi në 2022, pra kur rezultatin e ndryshuan sipas dëshirës, shtonin votat sipas dëshirës, kanë numrat e kartave identitetit, kanë emrat e personave, i quajnë anëtarët dhe plasojnë votat në dorën e tyre. Nuk bën diferencë me ku zgjedhet kundërshtari. Diferencë do kishte nëse do bëhen zgjedhje reale. Aty kundërshtari do dilte dikush i fortë, do bënte shumë diferencë. Por kam idenë, me çfarë kam parë se me çfarë njoh bazën, përsëri sot ka shumë zgënjim ndaj Berishës. Pra edhe sot po të shkojnë bëhen votat reale pa kandidat përballë, përsëri nuk merr sa duhet vota. Mendimi im, këtë nuk e provoj dot. Por nuk ka çfarë duhet kur ka kontrollin e çdo lloj hallke të zgjedhjeve. Atëherë, ju keni deklaruar një ditë më parë se Berisha nuk i fiton zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, por i vjedh. Nëse nuk gabohem, pse mendoni kështu? Se kam parë me sytë e mi. Shiko, historia po të hyjmë në të lashtën, në 96-ën, u bën zgjedhjet për kuvendin e PD-s, nuk doli Berisha i pari në zgjedhjet e PD-s. Për kuvendin, tasem për kryetar. Në atë kohë nuk ishte kryetar, se ishte president, nuk lejoi, pa pak rëndësi ka. Nuk doli i pari si antar për zgjedhjet e kuvendit, ose nëse pesa, mos e vëj. Që atëherë nuk ka bërë më zgjedhje. Pra, çdo herë që janë bërë janë manipuluar zgjedhjet. Nëse ti nuk ke nevojë të manipulosh, atëherë pse e bën? Nëse ti fiton sigur, pse e bën? Ka dy shanse. Mund të jetë që ka frikë një kundërshtar me 40% që përballë, se nuk është fakt të kesh një kundërshtar me 40% përballë. Pra 40% e partisë nuk do ty do këtë dhe në rastin që ti dështon do ta marrë këtë tjetri. Berisha ka dashur dhe ka arritur këtë ta bëjë në PD, dhe mos lejohet krijohet lider i ri, mos lejohet dalin njerëz me forcat e tyre. Lulzim Basha që ishte vetëm kryetar tjetër përveç Berishës, ishte vendosur nga Berisha. Pra nuk është se u krijua lider, nuk është se fitoi vetë zgjedhjet, i manipuluan zgjedhjet 2013-s me numre serial të identifikueshëm pa fletë votimit në ato vite. Janë manipuluar të kohës. Unë nuk po them që është e letra të mundësh Berishën brenda PD-s, unë po them që po të bëhet rregull siç duhet, hapet partia, të bëjnë disa anëtarëve, siç kërkon statuti, ligji dhe rregullorja e PD-s. Shanset janë që ta mundësh Berishën, por kesh kohën e fushatës.
Për këtë lloj forme që bëhet sot, me këto degë që janë të vendosur nga Berisha, me antarët që përjashtohen dhe lejohet votoj kush nuk don kryetari degës atje, nuk e shanse të mundësh. Ju jeni i sigurt se po. Jo, pyetja që më ndin mua, nëse ti nuk ke asnjë lloj problemi, asnjë lloj frike, pse e bën këtë manipulim? Pra, ka diçka që nuk shkon, e thënë ndryshe. Më thuaj si të ndërpreva. Jeni i sigurt se Berisha nuk i fiton zgjedhjet brenda Partisë Demokratike? Shko, unë të thashë një, ka shanse ta mundësh. Atë do ta shohim po të kishte zgjedhje. Sot nuk kemi zgjedhje. Sot në Partinë Demokratike bëhet një proces fiktiv, gjoja numërimi, gjoja votimi, kur votues dalin shumë më shumë se sa çka realisht, votat shtohen edhe për të dyja palët, që kuptoni, jo vetëm për njërin. Pra, nuk është se shton vetëm Berisha, ty kujt duhet shton vetëm për veten e vet, aty kujt duhet do shtojë për numrin, pra që janë kaq fëmijë antar. Por fakt nuk është e vërtetë. Shkel statuti çdo herë, nuk ka një rregullore se si duhet bëhet zgjedhjet. Po ta lexosh statutin e PD-s thotë që duhet të ketë rregullore dhe thotë zgjedhjet kryetari bëhet sipas rregullores së brendshme, nuk ka rregullore të mjaftuar. Bëjnë një rregullore her pas here, vendosin kriteret her pas here dhe format e mbrojtjes her pas here. Pra është lënë komplet në dorë të disa personave që ta manipulojnë sipas interesit të rastit konkret, rastit të dur. Berisha sot ka thënë për Saljanin që ai nuk është më antar i Partisë Demokratike dhe rrjedhimisht nuk mund të kandidojë. Kësaj mendon ta mbajë Berisha pushtetin? Shiko, të mos jesh antar, sepse më thua ti se të doli kundra, kjo është pjesë e Dirama, e Dirama nuk ta bën pak më shumë ballë për ballë. Ti po i doli kundra, ti do përson nga antar. Unë dua të di realisht, më jep një vendim për jashtimin të antarësisë të Saljanit, ta lexojmë, që nuk ka një tillë, sepse nuk din të prodhojnë dokumenta, nuk ka prodhuar ndonjëherë dokumenta. Dhe Saljan ka plot drejtën ta ankimojë këtë vendim. Ka disa kritere si personat antari, janë parashikuar në statut, dhe nuk shoh ndonjë shkelje që ka bërë Saljani për këtë. Vetëm shkelje që thuhet është nga Flamur Noka që ka mbledhur gjithë bandat e Shqipërisë, pra njerëzit që shkojnë nga banda. Pra ne që ishim ndi aty, ishim njerëz paguar nga bandat, me këtë lloj logjike. Dje në tryezën e dialogut të insinuar nga Saljani me një pjesë të intelektualëve të Tiranës, ju thatë që do të depozitonit një kërkesë për respektim të statusit të Partisë Demokratike, ku ndër të tjera, edhe fakti se do duhet të jap dorëheqjen kush nuk i fiton zgjedhjet, gjë që Berisha se ka bërë apo jo? Nuk është të japi dorëheqjen. Nuk kam thënë që do të depozitoj, unë thashë që mund të bëhet kjo. Një antar me tonë, mjaftoi edhe unë vetë ta bëj. Nuk e di ai kam që për ta bërë këtë akoma, sepse do jesh hyrë nga shumë njerëz për ta bërë këtë veprim. Po të jem një numër personash edhe mund të bëhet, por tek pull nuk e di ai bëj dot. Kjo njëjtë. Por nuk është se do të japi dorëheqjen, s'ka nevojë të japi dorëheqjen. Po ta lexosh statutin, mandati përfundon automatikisht. Nuk është më kryetar. Pra ajo që bëhet, unë i drejtoj Komisionit të Apellimit brenda PD-s, që është gjykata e PD-s. Po që kryetare Adriana Kalaj, që nuk është më ka dhënë dorëheqjen, mos gabon shumë. Unë i bëj një kërkesë, pra si funksion ligjërisht, për konstatimin e përfundimit mandatit sipas statutit. Statuti thotë po nuk qeverisë, jo po nuk fitohet zgjedhjet, po nuk dole forcë qeverisëse. Pra mund dalë me 67 deputetë dhe 65 të poshtë, nuk e forcë qeverisëse, prapë do të përfundon mandati. Jo, se gjykata e PD-s nuk do të zbatojë statutin, do japi një vendim. Ai vendim është ankimueshëm drejt për drejt në gjykatën e Tiranës. Dhe më besoj që s'ka gjyqtar sot në Shqipëri që dalin të thotë shikoj se ka të drejtë Berisha janë mbledhur zgjedhjet. Se vetëm një formë që thuhet që Berisha ka të drejtë dhe nuk i ka përfunduar mandati është që thotë janë mbledhur zgjedhjet. Të vendoset që janë mbledhur zgjedhjet me vendim gjykate. Kjo nuk ndodh kurrë. S'u provohet. Cilat janë ato pika që do duhet të ndryshonin për të hapur rruga së ndershme? Janë disa. E para fare është rifreskimi apo ribërja e listës antarësisë, hapja e partisë. Pra të bëjmë një afat kohor, po themi 3 mujorsh, por plas me shifra pa më nga imë, kur të antarësojnë të gjithë e parë, nuk kam antarë të sot e rritë bëhet nga parë. Antarët janë ato që paguajnë kuotas pas statutit. Antari do të marrë pjesë në mbledhje, të tjerë gjithë me radhë. Lesh një afat kohor pra një 2 mujorsh tjetër të zgjidhen kryetarët e degëve. E kështu me radhë kryetarët e qyteteve të mëdha, pra degëve poshtë, seksioneve, grup seksioneve, degëve dhe pas kryetari i partisë. Nuk po zgjidhet kryetari i partisë para se sa të bëjnë gjithë të tjera. Në çdo lloj forme të nxjerrjet të përfunduar në dim rezultatin. Është se janë zgjedhjet kimi e ngunit apo Enver Hoxhës njëri kohë. Nëse kërkoni në gjykatë respektimin e statusit edhe gjykata do t'ju japi të drejtë, mendoni se Berisha do respektoj vendimin e gjykatës apo si do të veprojë?
që s'ka çfarë të bëj në të pikë. E provoj me Lulin që s'ka çfarë të bëj. Kur e mori bolën me gjykatë. Jo se e mori, e fitoi në gjykatë Berisha, por nuk e ekzekutoi dot vendimin. Pra shkoi në apel. Por nuk ka çfarë të bëj. Nuk është më kryetar. Mund të hapi partitë vetë, mund të marrë partitë vetë, siç bëri Fortore, mund ta bëjë çka më atë. E drejta e tij. Por është gjuna që të marrë zvar një parti në moshën që është, kur kisha të gjithë mundësi nga 2021 ta hapte për të gjithë të rinj. Nuk flas për të rinj në moshë, se ne kemi koncept gabuar për të rinj, mendimet e reja. Pra personat që kanë çfarë të japin vendit, dëshirojnë të japin vendit dhe të sjellin propozimet e tyre për të ndryshuar situatën ku ndodhemi sot. Nuk mund të shkohet fish qeveri duke thënë shikoj se po vjedh Edi Rama. Këtë e dimë gjithë. Nuk ka qoftë në Shqipëri që mos ta di. Ku na si dhe rregullojmë këtë gjendje. Çfarë do bëjmë ne plus? Çfarë ligj do ndryshojmë? S'mund të vi shikoj se ne jemi më të mirë. Këto janë të qinj. Pra gjithçka që ofrohet sot këto janë hajduta janë të qinj. Pra na zgjidhin eve. Jo se ne kemi ndonjë program apo platformë që tregojnë se si dhe rimëkëmbin vëndet, po më falë. Ju thatë se në rastin se do të merrin drejt nga gjykata, Berisha s'ka çfarë të bëjë në këtë rast. Po Partia Demokratike do shkojë sërish në përplasje si në kohën para rithemelimit? Ndalon do të njëri, mund shkoj. Unë nuk shoh më, pra, unë besoj se sot janë më shumë të bindur se atëherë që Berisha nuk fiton dot zgjedhjet. Unë shpresova se shumë të tjerë në atë kohë që Berisha për interes të tij personale, jo se ishte për të mirën e Partisë Demokratike, do hapte partinë që kishte edhe më mbrojtur vet, pra që partia të bëjë më e fortë. Bëri pikërisht kundërtën, e mbylli partinë dhe kisha më i dobët se kur. Pra, më i dobët se çka qenë sot PD, ka qenë asnjëherë historikisht, as në fshtatën ka qenë kaq i dobët. Nuk di të them se çfarë do bëj Berisha, nuk di të them se do të ketë përplasje, por partia duhet se s'bën të reformohet. Jo për Partinë Demokratike, jo për mua, jo për Berishën, por për Shqipërinë. Do mbahet peng gjithë Shqipëria. A ju shohin si Më thuaj, ma fal. A ju shohin si dezertore të gjithë ju që keni një linjë tjetër mendimi ndaj Berishës? Unë jam tradhtar, jo sot jam që në 2009, no? Ja, mësuar, s'ka kam problem. Por i thoja në 2014 që do li për shtetë reforma territoriale dhe të shkoj për keqë në 2015 në reforma në drejtësi do të shkoj keqë më keqë drejtësinë. E me radhën isha tradhtar. Kur doli Luli pasaj kundër, u bëra i mirë, eroi që isha gjetur. Pastaj kur fola kundër Berishës, u bëra prapë tradhtari i Edi Ramës. Nga Edi Rama jam salist, nga salistët jam ediramist, mos më prysh, po jam mësuar. A mos është kjo një lëvizje, një mundësi për të krijuar një parti të re në të ardhmen pak më të largët, apo mendoni se gjithmonë do i rini besnik Partisë Demokratike, pavarësisht se si sillet lideri i saj aktual që sipas jush duhet kishte dhënë ndërheqjen kohë më parë? Dhe të korrigjoj përsëri, nuk jep ndërheqjen. I ka mbaruar mandatet e tij, s'ka zë. Nuk vendos ai i pas jep ndërheqjen, nuk është më kryetar sipas statutit. Pra nuk pyet që duhet të shtrohet Berisha pse nuk ikën, jo pse nuk jep ndërheqjen. Se ka të zë për ndërheqjen, apo ka të vendimmarrje. Statuti thot fjalë për fjalë, përfundon automatikisht, nuk thuhet kryetari do të japë ndërheqjen. Pra nuk i lë zë kryetarit vendosi. Ky është Neni Basha, po mbas pas ka qenë për të respektuar nga Basha, nuk do të quhet Neni Berisha që të respektohet nga Berisha. Sa për partinë e re, ka diçka fakt më gjatë shumë vështirë, si për nga ana financave, si për njerëzit për të mbledhur etj, është tema së punë e madhe. Plus, unë kam lidhje si personale si dhe familjare me PD, që në krijimin e saj, që në gjenesën e saj, i ma ka qenë firmtari i parë në krijimin e PD-s, kryetari i parë i PD-s, pra kam një lidhje të tillë, por më gjatë shumë vështirë partia e re. Më mirë do ishte reformimi i saj, i PD-s. Por nëse vazhdon këtë rrugë, nuk do vi vetë tillë partia e re se do shpërbohet PD-ja. Do përfundojmë aq pak mandate, aq pak vota sa nuk do ketë më vlerë. Që shohësh me kujdes partitë e vogla, po ti mbledhësh tani ka marrë goxha vota, po ti jam bashkë, kemi 15 deputet në parlament. Të gjitha. Se to flasi për zgjedhje, deputetët e Edi Ramës si ka 83, po të shohësh votat e marrë, po se e ka rënë, PD e ka rënë. Po të marrësh Tiranën si pilot, që s'ka banda, as grupe kriminale që të kërcënojnë për vota, deri si mund të flitin për rrethe, janë të dyja, po dhe ka rënë me 32%, përse me 11. Pra, qytetarët e Shqipërisë nuk i duan, kanë nevojë për një prim të re. Por që askush nuk e ofron sot. Partitë e reja që sapo formuan treguan një şarlatanizëm të poshtër në veprimet që bën pas zgjedhjeve. Pra, prishën
mbase për disa vite mundësinë të rinjve të riorganizohen, sepse të gjithë etiketohen siç etiketonin njëri Kosi Lalieri, sot do etiketohen si Endre Shabani apo Drejti Klapa apo tjerë në radhë. Pra që hase i soi në gjithë. A po e mban pushtetin Rama edhe në sajt të Berishës sot? Që shkeme të? Edi Rama bje brenda javës. Një javë do të realizohet Edi Rama, po të kesh opozita ma më këmbë. Me këto shkelje që ka Edi Rama, me këto vjedhje që ka bërë, me këto makutëri të frikshme që ka gjithë fushëve të tij, që shkeme të, sot atë nuk e duan as vetë. Po shkosh të flasësh me drejtorët e tij. Ja nuk e duan më, e shtojnë që ka arrit në një pikë që nuk mban më ujë pilafit. Përveç saj nuk e ngbron më, po ishte të gjithë. Pse po i bën këto protesta Partia Demokratike ku shumë nga demokratët janë kundra pasimit drejt, mendojnë se po i lodh kjo gjë, që në fund të ditës nuk po sjell asgjë të re nga ky front. Sepse do të mbajë opozitën. Do ka një kërkesë nga populli që bëjnë një veprim dhe do të mbajë ato njerëz që kanë thënë rrotull vetes, akoma që nuk janë të bindur që nuk vjen në pushtet dot me këtë formë, që mos largojë, tregoj që unë po bëj veprimet. Pra nuk po hesht, ja, ne po protestojmë, po edhe Molotov apo thoshte po edhe dy kapsulla, po ikim në shtëpi. Po me Bashën ç'a bëhet? A pritet të rikandidojë ai? Cili është mendimi juaj për Bashën? A merr ndonjë vot përveç vetes Basha sot? S'besoj, ja. Basha nuk ka qenë kërkushi, askushi dhe askushi. Gjithmonë i tillë ka qenë, gjithmonë kështu do të mbes. Pavarësisht se vendosi Berisha, që është nga fajt e tij më të mëdha që ka bërë për dos. Kryetari nuk vlen as për kryetar as gjë. Nuk besoj se voton njëri, nuk besoj se voton as populli për ndaj partia, as brenda PD-s. Pra do ketë votën e vet, mbase ndonjë kështu njeriu shumë të afërt. Kaq. Faleminderit shumë. Mos voton nuk voton dot se shahuaj. Faleminderit shumë për intervistën.